Tensionet në ngushticën e Ormuzit janë përshkallëzuar sërish. Tensionet në ngushticën e Ormuzit janë përshkallëzuar ndjeshëm pasi një anije e sekuestruar pranë Emirateve të Bashkuara Arabe dhe një tjetër u fundos pas një sulmi pranë brigjeve të Omanit. Incidentet vinë në një moment kritik të përplasjes mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara për kontrollin e kësaj rruge strategjike detare nga ku kalon një pjesë e madhe e naftës botërore. Sipas autoriteteve britanike të sigurisë detare, anija e sekuestruar ndodhej pranë portit të Fujairahut, kur persona të paautorizuar morën kontrollit dhe drejtuan drejt ujrave iraniane, ndërkohë një anije e madhe është me flamur indian u sulmua pranë Omanit ku shpërtheu zjarr përpara se të fundosej. Të 14 marinarët indian u shpëtuan nga rojet bregdetare të Omanit të ndodhen jashtë rrezikut. India e dënoi incidentin duke cilësuar të papranueshëm sulmin ndaj transportit civil detar. Ngjarjet ndodhin ndërsa Irani ka shtuar deklaratat për sovranitet të plotë mbi kushticën e Hormuzit. Zyrtarët iranian deklaruan se Teherani ka drejtë ligjore të ndalojë dhe konfiskojë anijat lidhura me SBA-n, duke akuzuar Washingtonin për shkelje të ligjit ndërkombëtar detar. Po ashtu Irani ka vendosur kushte të reja për fillimin e bisedimeve me Amerikën për fshirnjohjen e kontrollit iranian mbi Hormuzin dhe dëmshpërbime për luftën. Situata ka tërnditur tregjet ndërkombëtare dhe të energjisë dhe ka rritur frikën për një krizë ekonomike globale.